Shëndetje teleshikues të nderuar, sonte para jush në emisionin me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha, kemi një person i cili në vitet 70-ta ishte njëri ndër talentet më të mëdhenj në rajonin e Pollogut dhe jo vetëm. Pra, bëhet fjalë për Mehmet Arifin, i njohur si Mamia, i cili aktualisht akoma është duke punuar dhe vepruar në Zvicër. Bisedën me Mehmet Arifin jemi duke zhvilluar në hapësirat e Universitetit të Evropës Juglindore. Mami, fillimisht faleminderit që pranuat të jeni pjesë i emisionit me legjendat e sportit në televizionin Koha. Ndera është e ime që më thirrët. Faleminderit. Gëzohem që kom rast të prezentohem para publikut, të vjetrit të më njohën, të rit, jo më lartë kohë jashtë Tetovës, edhe me këtë ndoshta do t'i freskoj pak memorjet. Mami, fillimisht ju falenderoj që pranohat për të biseduar për jetën tuaj sportive dhe jo vetëm. Atëherë fillimisht në thoni se kush është Mehmet Arifi i njohur si Mamia? I lindut në Tetovë, 1957, deri në moshën 19 vjeçare isha në qytetin lindor, e atëherë jam largu për studime, edhe për futballin, e ma vonë u largova për në Zvicër me punu atje. Ku gjendesh akoma ashtu? Ju aktualisht gjendeni në vendlindje, në pushim, si ndiheni në vendlindje? Po, si ma mirë. Vendlindja është vendi ku i lën shfolen edhe kur të largohesh, edhe mas së shumë të dush prej largu, se mungesa e rrethit të shoqërisë, e parafisneve, të gjithë të mungojnë, edhe me mzi pret të i shohësh. Atë merë malli shumë? Po, tash, si me thonë, mos të rejmë, mallit merë shumë, ama prap jeta, dalgat e jetës të kanë qurë. Edhe për gurët e qytetit, jo vetëm për... Për çdo sent, edhe ma banale që janë, njeri i merë malli, ama tash jeta vazhdon, nuk mundemi këta në kushtet të plotësojmë. Ti kthehemi temës, ju njiheni si njëri ndër talentet më të mëdhej që ka pasur futbolli tetovar. Atëherë në filloni ku i keni bërë hapat e para me sportin e futbollit? Po, me vërtet, edhe në shkollën fillore dhe bile foshtjore, kisha presi për me lujt futball. Gjithmonë futballin, do me thonë, ishte gati i lindun me mu. Asnjë problem tjetër nuk kishte, vetëm shkollën, edhe pse isha nxënës i mirë, i shkëlqyshëm, prap me topin gjithë ditën. Fiskultur sa ke pasur? Gjithmonë, 5 edhe me notat tjera kanë qenë 5. Bravo. Me pionirët e Teteksit. Po, fillimisht keni filluar në Teteks. Kush ishte ai i cili ju dërgoi në shkollën e futbollit të Teteksit? Po shokët, gjithë ato që i shifshin se sa bukur luj, ato që më të moshurit, të ishin eja, duhet të ushtrojsh, se ti ke vendin, duhet në për ekipet. Sigurisht edhe arsimtari fiskulturës, ashtu? Po edhe arsimtari të fiskulturës. A mbani mend kush ishte ai? Po drejt të tregoj, bile ishte edhe Macedon, ndoshta emnin ja kum haru, edhe ai me njerë në murën me klasën e 7, në shkum deri në finalen e shkollave fillore, lujtëm, edhe arritëm ndër 4 ekipet më të mire tanë Macedoninë. Po. Mami, e mbani mend kur e keni zhvilluar ndeshjen e parë zyrtare për ekipin e Teteksit dhe kush ishte kundërshtar? Ama jo, ato ishin pionirët e Teteksit. Po, pionirët, normal, për pionirët. Ama nuk ishte kampionat. Kampionat s'ka pasur, nuk ka pasur. Me thënë, keni luajtur vetëm më ndeshje miqësore. Miqësore dhe para përgatitore. Po, megjithatë, mbani mend me cilën ekip ke luajtur? Ekipet nuk ishin krejonit, do me thënë, ose me Lubotenin do të luajshim, ose me tjerët, ama Luboteni dhe bile pionir nuk kishte. Luboteni vetëm ekip ishte Teteksit. Teteksit ishte pionirët. Ishte shkolla e futbollit atëherë. Por pas 2 viteve
që ka luat në ekipin e Teteksit, ju ka luat në fqiun e parë, pra në te Luboteni. Pse dhe kush ishte ai iniciatori që u dërgojt në Luboten? Po pre pionirëve të Teteksit, unë i kisha 2 generata 3, para meje ishin Urani, Ismaili, Kujtim Vela, plus edhe disa Muhameti, Afrim Jonuzi, po. Ato, me gjithse unë isha moshës juniore, pionire, thonë, eja te Markoja, ti duhet luish me Pomadakin që ishe në atë kohë, betrit e Lubotenit. E masi kretë shoqëria ishte aty, edhe unë u bona antar i asaj, me gjithse atër nuk i kisha 15-16 vjetë isha, e hyna në ekipin e atyne. Po, ju mbajmend si futbolist 15 vjeçar keni qenë standard në ekipin e juniorëve të Lubotenit. Po. Dhe krenohem që isha lojtar standard, edhe krenohem se në moshën 15-16-17 vjeçar isha 2 vjetë në reprezentacionin e Maqedonisë për të rritë, mora pjesëmarrje. Njëherë baba nuk më lëshoi të shkoj në Kopera, nuk e di ku mba është Mbregdetin, atje nuk më lejoj të shkoj. Herën e dytë ndodhi që ftesën që ma kishin dërgu, njeni prej udhëheqësisë të klubit e kishte haru të ma jape mu. Ose e ka fshehur? Jo, unë së në thamat, ama që ishte vonesa. Mami, a mundësh të na përshkruani momentet më të lumtura si futbollisti i ekipit, pra flasim për Lubotenin, dhe cilët ishin sukseset e ekipit me ju si futbollist? Po, sukseset ishin futbollin e kishim gjak që dhe në qendrën sportive ku luishim, fitoren e kishim mbi të gjitha, do është të fitojmë. Çdo humbje ishte dëshpërimi i madh. Më kujtohet që Luboteni lumte 74-ën, me thonë, vitin e 74, nuk i kisha 17 vjetë, isha pjesë e ekipës parë, ama nuk isha standard, isha rezerva e parë, kur lujtën me Gostivarin, Luboteni, kur lujtën me Gostivarin, ndeshja që u ndërpre, e me ndërpretjen e ajo, mbet që... Pse u ndërpre ndeshja? Pse ja thej hundën njeni me një lojtari i Mavrovës, ja thej hundën një lojtarit të Lubotenit, edhe aji ishte kriu e djathtë që edhe unë do të luisha, aji do është të dale unë ty, atër Mavrovës u idhnun Gostivarit edhe u përlan, edhe ndeshja u ndërpre, që Luboteni me ato 2 pikat që i mur me 3-0, mbetin ligën. E Maqedonisë. A mban me sa ndeshje ke luajt për Lubotenin? Për Lubotenin ndoshta kom luajt një 30 ndeshje, dish parafërsisht, se që memorje, nuk kom një farë statistike të përgjithshme. Sa golla keni shënu? Golla unë ishe asistent për gollat. Sa asistike ba ke mbajmen? Unë do t'ju tregoj që për shembull junior, kër u bonëm shampion të Maqedonisë me juniorët, unë i dhashte 22 golla, Zeni Arifi i dha të 38, 39, e Shaqirovski, ishte i Bushi, i dha 38. Edhe gollin e 39, unë i kalova krejt edhe unë dale edhe i zgjedh kujt t'ja pasin. Po? Unë mendojshte se Zeniu i ka 37, ja dhash Zeniu të pasin që ta shënoj gollin. Barazohen me ate. E Shaqiri pak mu i dhnu, tha, pse tha i dha, a i tash më kaloj mu 39. Thash më falë, thash unë gabimi kum nuk... Me gjithate golli është pranor edhe ajo ma me rëndësi ka që... 99 golla i patëm dhanë atër, në asistencat barëm gjysën e gollave ato që i kanë dhanë, kom qenë asistent. Po. Pasi me Lubotenit, për 2 vite me ras, me sa duket, ju keni qenë pjesë edhe e reprezentacionit të Maqedonisë atëhershme. Sa ndeshje keni luajt, ndonjë kundërshtar cilën e keni pas, a ke shënuar ndonjë gol? Po, kemi luajt, tash është, vjen pak si vicë,
lujtëm parandeshjen, Hajduki lunte me Vardarin, e në parandeshje lujshim se ishin dy ligat, ishin ligat e dyta edhe të Maqedonisë për të rritë. E reprezentacioni i dytë, ne lujshim para loj, para Vardarit edhe Hajdukut. E aty pata rastin njerë, kalova me dëmringe arrita mrit e 16-qa, për tu mrit e 16-qa, kur publiku ngruajt në këmbë, mu dridhën këmbët e la shtopin porterit ta mare vetë. Edhe nuk shënove gol, jo? Jo, nuk shënove gol, mu pren këmbët, pi dëshirës madhe, që ta jo, edhe prej publikut që u ngrujt në kretë në këmbë, edhe sa do kudo më shata 16-17 veçarë, nuk i prit që gjitha të zhurmë të bëjnë. A mbani mend ndoshta sa golla keni shënuar për ekipin e parë Lubotenit? Për ekipin e parë, a dish, tash koha ka marrë, tash statistika nuk kam, as të lavdrohem, nuk kom qenë gol shënues, po më kujtohet se për shembull në ndeshjet kryesore që ishte, kom shënu gol në Probishtip, edhe kom shënu gol kundra Tikfeshit, Maravici kur ishte lojtar edhe trener gati i ekipit, edhe me Negotinin kom shënu gol, që ishin për mbi jetesën e Lubotenit, që ishte afera në që se kujtohet me Çkarovin i Probishtipit. Me thonë, ndoshta një 10 golla me siguri i kom dhënë edhe asistime. Mami, në thuj, pas gjitha saj kohë, sa ke lujt për Teteksin dhe Lubotenin, a e kanë ftuar në njëherë ato kryesit e ati në klubeve, ndoshta edhe vetëm për një kafe? Jo, mira materiale as pak, as gjanë nuk ka pas. Mendoj, qëftojnë se ke qenë futbolist që ke mbajt fanellën e Lubotenit, një kod 2-3 vjetë, po. Korrigjohem edhe pak, se Vardarin e Shkupit, kur e fitum në Shkup, Tome Majnelovski ishte arbitër kryesor, po. Edhe ne para asaj lujtëm me Kozhufin e fitum, edhe nuk kishte pare që të kthehen në Tetov me autobus. Ato pare të këthim për në Tetov, ne i murëm shkum hanë grëm qebap. Edhe shkum në hotelin Continental, kemi flet në park, se ishte në renovim, nuk kishim pare të pagujmë, në park kemi flet, të nesërme në kam prap jemi këthy, edhe lujmë me kundra Vardarit. Prej Shkupit në Tetov jeni këthy? Jo, nuk kemi këthy, jo, betëm në hotel Continental në Shkup. Fletëm në park jashtë, edhe të nesërme lujmë finalen me Vardarin. Dhe, si ka luajt? Ne ishin djek kamët, kretë prej rrugës, prej asfaltit, sa në zefët ishte. Aty fitum në kundra Vardarit 2-0, po në duheshte fitore 3 ose 4-0 për të shku në shampionatin Jugoslavis, po. Ato u bone dhe shampion të Jugoslavis ekipa e Vardarit e asaj kohë, me Vlatko Dimitrovskin që ishte shtoperi që u boj lojtari. Gjashtë që ka luetur, aja. Tome Majnelovski atër në murë, në të shoj në Rabati Bavateqe, në qerase, tha hera e parë, Luboteni, ta në historinë e vetë që e fiton Vardarin dhe atë në Shkup. Të me thonë, ajo, përfitimi maj mas që kënë fitu nga Luboteni, një drek apo një drek në Rabati, ja? Prej kujtë është edhe ajo ka qenë mirë, a? Po tash, realiteti është tajtë. Dhe me thonë, ju shkaku i studimeve, në vitin 1976 me sa duket, pas përfundimit të shkollës së mesme, të gjimnazit, keni vendosur që të studioni në Sarajev dhe fillimisht keni qenë pjesë e Sarajevës dhe më pas e Zhelezniçarit. Na përshkruaj ato momente, si ndodhi ai që fillimisht shkuat te klubi i futbollit Sarajeva? Mbasi isha si nxënës i shkëlqyeshëm në shkollën në gjimnaz. Baba kishte shumë pretendime, nuk e donte futbollin as pak. Donte unë me shkollimin e regjistrova në fakultetin e ndërtimtarisë. Në fakultetin e ndërtimtarisë, ballafaqimi ishte pak më i rëndë, se sa do kudo niveli ishte shumë më i vështirë, se sa në krahasim me shkollat e mesme. E aty kishim edhe aktivitet sportiv, e aty ishte, profesori ishte një ish futbaler Fazliç
që ka lujtë në Sarajef. Në Sarajef, në Gjelezniqare dhe në Banja Luka, më duket. E haj kur më pa, tha, ti, ku ke lujtë, unë i tregova se kom lujtë në Tetovë. Më tha, a dush të lush futbollu? Më thash, për arktim do shta mundem. Po, thash, me ndoshe një klub modest, dish se kisha shumë obligime në fakultet, nuk mund që përgjem. Jo, tha, ti mund të zgjedhish ku të dush, në tash Gjelezniqash dhe Sarajev. Ti talentin që ta shoh ty, unë që kom përvoj me 100 loja ligën e parë, ti duhet të lush, mund të zgjedhish ku të dush të lush. Edhe më propozoj të shkoj në Sarajev, nisi ushtrimet, që se nuk ishte më koha e transferave. U taku me ta edhe ishte Vishnjavaci trener, Muzurovici ishte ndimës. E unë basti kisha obligimet në fakultet, nuk mund që regullisht të shkoj. Muzurovici ti tregova se unë kom edhe paradite ligjërate edhe praksa bazite. A më tha, nuk ka problem, kur ti esh i lirë, ti eja, thot edhe ashtu adështu të ashtë kandidat. Nuk je për ekipën e parë, po tu shtrojsh, nuk disht kur dush. Herën në tjetër kur shkova, pak me, do me thonë, bas disa jave kur shkova, Vishnjavacin pa, më thirën mu, më thotë, ku je ti? Unë thash, i tregova unë Muzurovicit se do të mungoj, nuk mund të jemi regull. Tha, unë jom shefi struqnit stabit, nuk ke punti me Muzurovicin, pëse s'ke arte unë, edhe sile ishte i ashpër. Edhe unë shkova të Muzurovicin, i tregova kështu. Më tha, Mehmet, prit edhe disa muj, kjo do të shkoje, unë do të bohem treneri kryesor, tha, atër do të nësh kontratën, edhe nuk ka problem, as pak. Edhe u pajtova unë me të, edhe kur shkova të Fazliqi, i tregoj ati, a i më thot të dish, unë vetëm një pyetje i bonë, po thash, a është e sigurt kjo? E tha, sigurt është vetëm vdekja, tha, nuk e di, normalisht po. E Fazliqi tha, mbasi nuk është e sigurt, atër tha, ti mund të shkosh në Gjelezniqar, pse mos ndodhe. Vetëm të plotësoj diçka se në moshën 17 vjeçare, unë i prisha ligamentet e kamës. Së djathtë, edhe nuk ishte as për operacion, as për të lujt. Edhe mbeta 1 vjet e diçka, qashtu pa mos mund të luj. Kur shkova atër në fillim, kur nisa me Gjelezniqarin të ushtroj, në lojën miqësore mes veti, më lëndun, e prisha... Kush ishte që të lëndoj, Haxhibegiqi apo dikush tjetër? Jo, Gjelezniqar, nuk ishte Haxhibegiqi, ishte i Sarajevës, Haxhibegiqi. Duket se ishte Kuloviqi, ama nuk du ta marrë, nuk kom dësht kush është, me një krize... Ma pse ndodhi ajo? Po, vetëm aji... Se ka disa të dhona që ti i ke... luajtur me topin, ndërkom, andaj këndej edhe ata janë nervozu. E shifshin se unë topin e mbrojsha shumë mirë, edhe shumë let i kalojsha. Problemi ishte të parin të kaloj, tjerët i kalojsha ma let. E aji, për të tregu si i ashpër, se është për të zanë vend në ekipën e parë, aji rëshqiti me 2 kamët edhe... Edhe të lëndoj, ja? Edhe aji si mur makasë, dhe ishe i thonë ngërshan mur, e më lëndoj me një lëndim të jetë pështirë që meniskusi edhe ligamentet me i prishi kretë kamës majtë. A ishte ki momenti kopshëm që ju të largoheni nga futbolli aktiv? Ishte momenti ku unë nuk kisha pretenca më të mdoja, më të nalta, se fizikisht, do me thonë, kur në moshën mes 17 e 20 vjeqar, 21 vjeqar, ushtrimet nuk i përcjell ti sa duhet, edhe trupi nuk mund të arrijë asë njëherë nivelin e duhur për të arrijë sukseset. Sa kohë që ndrua të lënduar? Po, do me thonë, 3 deri 4 vjetë, shkoj se atër nuk ishte, unë dhejta njëherë i lëndun edhe 1 vjetë, atër do është të qojnë operacion, pas të i prapë për rehabilitimi, nuk ishin të operacionet lazerike si i tash. Ishin probleme që njerëzit me një lëndim të meniskusit e hupës dhe tanë karierën. Tanë karierën, Tanë karierën edhe jetë që në sakat.
Një kohë keni qenë edhe pjesë e klubit të futbollit Bosna të Sarajevës, pas lëndimit. Sa ko qëndruat atje? Aty qëndrova 2 vjetë në Bosnën, edhe kom si se edhe në Bosnën, për shembull, isha bashkëlojtar me Teskere Gjiqin, i cili boni karierë në Sarajevën. Pelin Ivanovici ishte po ashtu pjesë i Zhelezinçarit. Dhe më thonë, kishte shumë lojtar, emrat njohur që arritën sukses, se aty ishin tash si paradhoma e ekipave të Ligës parë të këtyne, Sarajevës edhe Zhelezinçarit. Pastaj ndodhi 1981, pas përfundimit të studimeve, apo dhe ju ku u desht që të siguroni kafshatën e Bukës në Mërgim, do më thënë shkuat në Zvicër. Si ndodhi shkurja juaj në Zvicër? Drejt të tregoj unë, do më thënë, për futbol e ndrova fakultetin, dola në sociologji, të studioj, edhe bas dëshprimit që e pata që u deshta ndroj fakultetin për futbol, e futbolin u lëndova, nuk arrita sukses, nuk isha më ato dëshirat e mdhaja për fakultetin. Gabova që babës i thash isha viti i 4 dhe unë isha viti i 3. Veç për që këtë fjalë, unë më mirë thash do të shkoj në gurbet, së në kthehem t'ja tregoj rëndë. Vërtetën. Edhe më atërë fati, më jeta vazhdoj atje. Ju në Zvicër krahas punës që keni bërë si punëtor, jeni marrë edhe me sport, në thuani ku, cili klub, dhe sa keni luajtur atje? Atje kom luajtur do me thonë prej 82-shit deri te vitet 90-ta. Kom punu edhe pak ma vonë, për të do dim të tregoj pak ma të sja. Aty luajsha në ligët e dyta, edhe ligat e dyta e jonë liga e 4 me standardet A, B, ka një e parë dhe e dyta. Ama basi nuk kisha leje pune të rregullt, duhesh të gjithmonë të kërkosh për ta lecu lejen e punës. Leje sezonale, po. Për leje sezonale që të ma bojnë, unë luajsha për ato klubet, me gjithsej kvalitetet i kisha më të larta. Ama basi nuk ke leje qëndrimi tanë vjetin, ti çdo 9 muaj duhesh të dalish prej Zvicre e prap të kthehesh atje. Aty luajtëm që arritëm sukses që luajmë edhe për të hyrë në ligën e parë të Zvicrës. Me ekipin Martinis, si e kishte emrin? Martini jetova ma vonë, atër në vitet 89 erdha në Martini, ma shumë kom qenë ka Behi edhe Latour de Paix ke Montreuil. Atje me Latour de Paix luajtëm barash, i thunë ato, për kvalifikimet për të hyrë në ligën e parë. Ama kreti ishin lojtarët që kanë qenë nga ligat A, ama kishin ardhur me mosh, kishin ardhur, nuk duam të hypim se duhet shumë të ushtrojmë tepër, ne kemi ardhur për të argëtu. Vetëm për të argëtu, po. Ka dikush ashtu, i ka të gjitha të mirat edhe... Aty Semir Gjorgjici lunte në atë sezon, në ato vitet që i ka luajtë Partizanin edhe Vojvodinën, se i kishte 40 e diçka vjetë, lunte ende aty. Kur i thatë lam të mirë futbollit aktiv? Lam të mirë, tash duhet të bëj, do më thonë, në bazë viteve 90-ta, edhe aty bona me ekipat e shqiptarve që luishin në San Moris u bon. Nisën prej ligës 5, hypën ligën e 4, ishin ligën e 3, në ligën e 3 unë me veteranët e Martinis luisha, më thirën edhe unë, ajde të bashkan gjitë, se isha ndër shqiptarët që ishte nivelin më të lartë që ka luajtë. Përveç nuk ishte atër shqiptarë që luishin ligën A, ligë B. Liga e parë shumë pak ka pas, po. Nuk ka pas, unë sa e di, rallë kishte dikush që lunte edhe në ligën e 2 në atë kohë. Më thirën ato shokët, kryesisht prej Kosovë ishin, u bona antarja të ekipit, dhe po
çaq sukses arriti klubi I San Maurisit, që qyteti San Maurisit I kishte 3 ekipe, këto ishin San Maurisi 3. Po I te I kalun, u bënd San Maurisi 1. Do më thonë, kënaqësia ishte shumë e madhe se vishin ka 1.000-2.000 shiqus në ato ligat e dopta ku më shumë vetura kje se sa shiqus do njerë stadion. A keni pas në një ndeshje lam të mirë se të futbolit? Kum pas kryesisht ama në salë lujtëm me Agim Cana, ishte Ramadan Simili, këto lojtarët që atëherë erdhen në Zvicër. Kitë moshatarët tonë. Po ato edhe më të vjetër ishin bile se unë, me ato në salë që takum. Po kënaqësia ishte që vazhdoj ekipat tash janë shumëzu edhe arritje e kretë shqiptarëve prej ardhje nga Kosova, se Macedonia, që arrishin suksese. E ndjesh pak veten krenar se sa të kudo ke qenë pishtar I cili e ka hap pak rrugën e sportit. Pas përfundimit të karrierës si futbollist aktiv, a keni punuar edhe si trajner ndoshta apo? Po kishin ato dëshirë unë të punoj me këto ekipat, ama jo, edhe ishte temperamenti në që lujmë futbollin vetë, shumë vështirë, pajtohena me njëherë, dumë çdo kush ta dije futbollin shumë mirë, a pedagogji nuk kisha për të tregu atyne. Megjithatë ke mbet në futboll? E ke ndjekur futbollin? Nuk e largua përfundimisht nga futbolli. Unë qenë këshilltar rreth edhe shok I këtyne futbollistëve të ri, me cilat këshillat u jepsha, ama si me të vërtet punë të tregullt si trajner nuk më pajtoheshte. Mami, ju me siguri keni ndjek edhe ndeshjet ose futbollin e Maqedonisë së Veriut, në veçantë ekipin e Shkëndijës. Shkëndija është njëra nga ekipet më të mira në Maqedoninë e Veriut. A jeni duke ndjekur rezultatet e këtij klubi që konsiderohet si simbol I futbollit shqiptar në Maqedoni? Po si jo, kretë mërnizat trupin bot, se Shkëndija kur u formu si ekip 79-ën, më kujtohet, kretë lojtarët kanë qenë bashklojtarët e mi në për qendrën sportive që I njifshim, takoheshim, lujshim në për shkollat, kudo që jetë. Prej lojtarit parë deri të fundit, kretë kanë qenë shok të afër, edhe si anekdot të tregoj, ishte Nazimi, që është basmashitës që I kishtë shumë përcjellësh I Shkëndijës, ato I kishin vendosë që unë kur ta sosi fakultetin, kur të kthehem të Tetov, se Teteksi edhe Luboteni më kontaktojshin do ishin të marrin, ato thoshin ne do të thoshin Gencin të marrë, se unë thosha Gencin respekt shumë të madh kom ndaj Gencit, së një kthej fjalën. E ato e kanë mbajt mend ato fjalë, thoshin ne kishim dëshirë që ti të vish. Po fati nuk u bën që unë të kthehem e isha në Zvicër, se gjithmonë I përcjelli edhe kreti kom shok. Mbasi keni përcjell një kohë të gjatë, atëherë na thoni, si mbas juve, cilët janë futbollistë që mund të konsiderohen si yje të futbollit? Shqiptar me normalisht. Shqiptar, tash dish nuk mundem ti përjashtoj kretë ato talentat që kanë qenë dhe vjen keq që diken të haroj, mos të më idhnohet, po si tash ka lujt, nuk e di, Ismaili ka lujt në Shkëndi, Urani ka lujt, nuk e di. Trenera kanë qenë edhe njëni edhe qetra. Zeniu ka lujt, po ta marrim shembull edhe Pajazitin. Po, Pajazit Arifi. Pajazit Arifi ka qenë një ndër dërblerat që ka pasur të tova atë, po. Po, edhe unë admirojsha se si lunte. Do me thonë, në kushtet normale, reale, edhe ai ka mund të bëjë një karrierë të habitshme. Po, në Shkëndijën e sotme, a njihni ndonjë futbollist? Po, I përcjelli I lojtarët, Ibrahimin, Besat Ibrahimin, po. E përcjell që edhe Bubën, se Kojshi e kemi ato. Po, po. Do me thonë, I përcjelli gjithmonë edhe krenohet njëri, një si shqiptar, dy si tetovar. Për Buba në kohën shumë të re, I tha lam të mirë futbollit.
Po koha kalon, a dish, njerëzit nuk mund të 32-33 vjeçare, po. Ose e zonsh fatin, ose nuk e zonsh. Po në kushtet reale, shumë ma shumë do të kishim sukses, se në qofë se nuk i njërohesh, në qofë se të japin shansën, si tash mos të harrojmë Beadinit, Llazni Beadini, mos të harrojmë Aqim Mehmetin. Do me thonë, ka pas mundësi edhe në to kohëna të arrihet suksesi, nuk është faji i tjetër kujt gjithmonë, po edhe vetë organizimit. Ne ma shumë arktim e mirëshim në futbolin, se sa si një punë që të kërkon ushtrime edhe... Tani Shkëndia është një ndër klubet më të mira në Maqedoni, ajo nuk ka diskutim aty. Atëherë, çka i mungon futbollit tetovar? Tash, punë duhet prej me kategoritë e reja. Talentet janë sa të duam. Në qoftë se u japim shanca aty në talentve, në kushtet që i kanë tash Shkëndia, duhet Akademinë e Shkëndijës, duhet posaçërisht të kushtojmë vëmendjen, se nesër ta vjedhin, me njerë, atë lojtarët e mirë, sot shiten, shkojnë rrugët janë të hapta, nuk ka nevojë të shkojnë në Gostibar ose në Shkup. Atë me njerë e marrin, vinë prej Evropës, e marrin edhe ato më të mirët të ikin. Po duhet bëjsh qatë shumë që kretë mos të t'i marrin, disa do të ngelin, me ato do të arrish sukses. Normalisht mungon edhe infrastruktura, stadiumet. Për stadionin ma nuk folim, për stadionin nuk folim. Terenet të futbollit mungojnë, a? Po terenat të futbollit, po jo vetëm futbollit për të luajtur lojën, po duhet edhe për të ushtrime. Po pikërisht për atë, për të pasur një akademi të mirëfill, duhet pasur disa terene sportive. Vetëm do t'ju tregoj se në ligat e 4-ta, 5-ta të Zvicrës, gjithmonë kur shkojsha, në Maqedoni, ndër terenet më të bukura ka qenë Shtipi. Tjerët ishin... Edhe atë kanë prish tani. Atje, çdo fshat e kishte terenet më të bukura, ishte për biljard luajshe, jo futboll. Mirim është mos të kemi vende ku duhet të ushtrojnë trit edhe formohen edhe të luajnë. Kushtet, pse Shkëndia, ekipa më e mirë e Maqedonisë, shampion të disa herë që është, nuk ka stadium. 4 herë kampion ka qenë, 2 herë ka fituar kupën, 1 herë ka fituar Superkupën dhe shpresojmë që edhe këtë vit bëhet kampion. Po është gati, gati inshallah. Edhe një 5 xhiro ka. Ama du të them, nuk është mbare në atë stadiumin qaq të vjetër ta kesh një ekip që është shampioni disa herë aty. Edhe asë një ndeshje ndërkombëtare s'ka luajtur në Tetov. Po pse shkojsh... A di se Shkëndia ka luajtur gjithsej 53 ndeshje ndërkombëtare me ekipet e huaja, por asnjë ndeshje akoma s'ka luajtur në Tetov, për shkak të infrastrukturës sportive. Po drejt e dish spontanisht bisedoj edhe direkt, do me thonë nuk janë para pregatituna, po nuk kemi mund të standrojmë një kohë, kur ne, do me thonë generata jeme, kemi luajt, edhe pse kishim kvalitet. Nuk kemi mund të ndrojmë se do të mërim një ditë që t'jemi kampioni Maqedonisë dhe të luajna në Ligën Evropa. Po mirë. Mami, ju shpesh herë vini në Tetov në pushim. A takoheni me shokët e gjeneratës ato, me shokët me të cilët keni luajtur futboll? Dhe çfarë bisedoni me ato? Po bisedojmë aty se nostalgjia është më e madhe. Gjithmonë do t'i rikthej. Unë jam shumë më optimist për të ardhmen se sa të kaluarën. Të kaluarën e kam një farë pasurie shpirtënore që më gëzon edhe e ruaj për t'i ndaj me ato shokët që kanë qenë. Ama shumë më admirues jam për të ardhmen. Edhe jam shumë më optimist, edhe besoj se me disa korrigjime timta do të arrihet edhe suksese edhe më të mëdha, edhe jo se shpresoj, po edhe fort besoj se është rasti ashtu do të jetë. A folni për futbollin kur takoni me shokët dhe me cilët shok takohesh më tepër? Takohem unë që Faikun e pata para disa ditëve, edhe do sa lojtar Kare që ka luajtur në Tetex që ishte. Shumë kontakte kam edhe me Facebookut me shokët, do më thonë Ismailin,
i bushin, do të thonë takona shpesh me Byranin ndonjëherë, ama rrallë, nuk na bërë takimi ta bëjmë një organizat me Harun Cekën, jemi në kontakt gjithmonë. Amerika. Zeniun, po, me Zeni Arifin, gjithashtu. Po fëmijët tuaj a merren me sport? Mirë ishin, do me thënë, më shumë dansë kanë qenë, shkollat, karate kanë bërë, dyjat kanë ushtru karate dhe kanë arrit deri në të shiritin e kaft. Nuk deshtin, se duhet edhe 3 vjetë ta marrin zizën, nuk e murën. Futbolli s'ju ka interesu? Jo, futbolli s'u ka interesu. Po. A i ndiqni rezultatet e reprezentacioneve? Maqedonisë, Shqipërisë, Kosovës. Dhe çfarë mendoni për futboll? Çfarë futbolli luhet në këto vende? Po tash futbolli luhet janë sa talenta kemi, që gati krejt janë tash në për ligat evropiane, janë standard lojtar, do me thonë, është prej brumit tonë. Do me thonë, ka kvalitete, do me thonë, nuk kemi mungesa në krahasim me popuj tjerë. Krenon se ato i realizojnë ëndrat e ne që i kemi pas më një kohë. Por që nuk patën fatin, ose i lëndimet, ose për kushtet tjera. Edhe kushtet tjera nuk ishin rrugët e hapta si sot që janë. Po në futbollin zvicerian ka një numër mjaft të mirë të futbollistëve shqiptar, qoftë nga Shqipëria, qoftë nga Kosova, qoftë nga Maqedonia. A njihni ndonjë nga ato dhe cilën mund ta veçoni? Tash, përveç Shaqirit dhe Xhakës, që me të vërtet e mbajnë bajrakin lart, ato me të vërtet kanë arritë, as që s'kemi mund të androjmë. Me Shaqirin kom pas kontakt, Gjemaili rrethit tonë njësoj. I Bogovinës, po? Po, është kënaqësia shpirtnore kur thush se më një mënyrë, sa do kudo, ato t'i plotësojnë ato ëndrat. Ato kanë binë 100 ndeshje në kombëtaren e Zvicrës, luajtura. Janë ndër lojtarët e më të mirë të tana koknave, jo se janë shqiptarë. Po se kvalitetin e kanë me të vërtet edhe vërtetojnë... Shaqiri, Xhaka, Admir Mehmeti, Gosivarit, Blerim Gjemaili... Shumë, do me thonë, si mos krenohesh... Edhe tani Jashari, një talent i ri nga Kosova, nga Kumanova që është edhe ajo është pjesë e reprezentacionit. Ose Vedat Muriqi që është në Majorkë, ose tanë Rashica e Zhegrova. Zhegrova ishte me kamën e majtë, unë që isha me kamën e djathtë. Kupton në stilin pak qatë mënyrë lujshim. Ama të knaqesh shpirti. Si dikush kur e she fëmijët e një shokut vetë që kanë arritë sukses, gëzohet edhe ai bashkë me ata. Gjatë gjithë kësaj karriere që keni pasur, që edhe nuk është karriera për të mos e shënuar, do me thënë, a keni marrë ndonjë mirënjohje nga ndonjë klub ku keni luajtur apo nga institucionet apo? A dish, t'u tregoj drejtën, nuk kom luajt asnjëherë për mirënjohje. Mirënjohja më e madhe për mua është kur vjen dikush edhe thotë bravo, ber shpinës, edhe ajo është më kënaqësi e madhe. Se atëherë nuk luajshim për parë, luajshim për çat mirënjohje, edhe t'jesh i njoftën njerëzit të respektojnë. Për famë, thjesht për famë. Unë nuk krenohem aq me famën futballistike, sa nderohem të më nderojnë si njerë modeste, njerë i mirësjellë që dashamir për çdo kënd. Atëherë me që po i afrohemi fundit të emisionit, hajde na thoni diçka për familjen tuaj. Për familjen time, jam i martuar, i kam 2 vajza në Zvicër. Jetojmë, do me thonë, që 41 vjetë në Zvicër. I kënaqet jam. A mendoni të kthehej ndonjëherë këtu? Ndonjëherë, po, ama jo për herë. Ndonjëherë. Me çfarë profesioni merren fëmijët tuaj? Vajza... Se ju për me sa di unë, një në vajzë keni mjaft të njohur. Po, njëna është i njoftun ati tanë botën, është
bukuroshje i Zvicrës Romande, ishte në finaliste në Misët e Zvicrës, tash është një ndër bloguesit në Instagram ma të njoftën në Zvicër që A konkuron është edhe për Miss Albania që organizohet që është një... Nuk është shumë me modesti, do me thanë i ka kontratet me marka tjera, është mjafton që ato që... A je krenar me të arriturat e fëmijëve tu? Po si jo, edhe vajza e madhe është punon një ndër sigurimet më të mëdha të shtetit zvicran shëndetësor, grup mutuel, kanë arrit, jom plus i ka edhe e kom besën edhe nipin që A merret me sport dikush? Nipi ose mesë? Jo, fëmija akoma. 4 vjeçar e 1 vjeçar. Dhe kënaqësia është kryesisht aty. Mami, flasim dikun 35 minuta, 20 minuta. Mos vallë kemi harru që pjesim diçka që opinioni këtu në Tetov duhet të dije për... Po mbasi është me futbolin, mos të harroj që kur në fund karierës lujta me veteranët e Martinis. Martinia ishte një klub i Ligës B, e arritëm të fitojmë kupën e Zvicrës për veteranët, ku luishin krejt ato ekipa tjere ishin profesionale, që kanë dalë pastaj veteranë, do me thonë, moshë. E aty, kur pregatitja fizike nuk vinte me njerë në shprehje, aty njerëzit që ishin që kanë lujtë për reprezentacionin, thushin, më mirë në çuditë me si s'ke qenë ti profesionalist. E thonë, për profesionalist duhet talent, ama duhet fat, në qoftë se lëndohesh ose nuk ke pas shancat, aty ishte vetëm dallimi. Ama jo ishte një farë kënaqësie shpirtënore që njerëzit me të vërtet më respektojshin si një futbollist, ama jo i suksesshëm. Jo i suksesshëm. Atëherë për në fund në thoni cila është porosia e Mehmet Arifit drejtuar të rinjve shqiptar, qoftë në vendlindje, qoftë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe atyre që janë në diasporë. Po, di çka është, futbolli nuk është vetëm qëllimi që të arrish të bëhesh profesionalist dhe të nënshkruash kontrata milionshë. Futbolli është shkolla e jetës, e cila do të mësoje, do të edukoje edhe do të jape horizonte të reja që ndoshta do të ju shërben shumë në jetën e përgjithshme. Kënaqësia është të argëtohesh e ato që kanë talentet edhe që kanë shëndetin e mirë edhe që kanë fatin mos të lëndohen, mund të arrijnë sukses, ama nuk është suksesi objektivi i vetëm në jetë. Objektivi sporti si sport e ka detyrën që sa më shumë njerëz të miren me ta për shëndetin. Pasi sporti është ambasador i vërtet i një kombi, ashtu? Po, është, po ti mjafton le të shkojnë 100.000 që nuk kanë arritur sukses, 3 veta kur arrin sukses, krejt kombi krenohet me ato. Ja vlen të ushtrohet, të mundohet. Kush arrin sukses, arrin. Kush nuk arrin sukses, kënaqet ka me do të plotësojmë jetën me pjesëmarrja me rëndësi ka qenë. Po, pjesëmarrja është sporti i shëndosh është. Atëherë, mami, unë të falenderoj në emrin tim dhe në emrin e televizionit Koha që ishit pjesë në emisionin tonë me legjendat e sportit. Kënaqësia ishte dëmshme dhe bashkë gëzohem, ndoshta nuk u shprehëm bashkë mirë krejt ato dëshirat që mendon njeri t'i tregoje, ama kryesisht faleminderit. Ndoshta do të kemi rast në njerë tjetër, të flasim edhe ma tepër. Kënaqësia ishte e dëmshme. Ndërsa ju teleshikues të nderuar, deri në emisionin e radhës me legjendat e sportit në televizionin Koha, natën e mirë dhe miru pafshi.